طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alej. Kemi arritur tek Kur'ani fisnik. Sheikh Albani rahimullahu ta'ala thot, Kur'ani ka zbritur I gjithi, krejt Kur'ani ka zbrit në qiellin e kësaj dynjas. Para se me zbrit tek Muhamedi alayhis salatu wassalam. Njerë ka zbrit në qiell, pastaj gradualisht ka zbrit tek Muhamedi alayhis salatu wassalam. Për sa vjet vllazni? Për 23 vjet. 13 vjet në Mekke dhe 10 vjet në Medine. Shtrohet pyetja pse? Për më përforcu besimin muslimanëve. Nuk kanë zbrit dispozitat fetare për njerë. Se s'kishin mujt me bajt njerëzit. Në fillim, a ka zbrit ajeti kuranor me ndalu për njëherë alkoholin? Jo. Disa ajete kanë zbrit, a di që ka pasë raste që kanë pi alkohol dhe jënë konë namaz? Dhe kanë fol. Kanë fol pastaj. Mirë, po me kalimin e kohës ka zbrit ajeti fundit që do të mulon alkoholi edhe e kanë ndërpej. Nuk kanë pyet po pastaj qysh tek. Po I kanë marrë, kanë gjujt këtë rrugëve dhe më thonë të Medinës, e kanë gjujt alkoholin, e kanë gjujt rakin. Nuk kanë pyet. Kur ka zbrit ajeti për mbulesën, s'kanë pyet qysh tek. A është wajib, a është sunnet, a është mustahab, a është gjë e pëlqyer. Për njëna shoqeve I kanë lyp rroba vetëm për më mbulu. Ta kanë qenë sahabishat, ta kanë qenë sahabit e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Kur'ani fisnik që gjendet në durët tona sot është po ai që ju ka shpallur Muhamedit alayhis salatu wassalam. Që ky Kur'an çështu ju ka zbrit Muhamedit alayhis salatu wassalam? Jo, fjalët që janë çto. Çto që janë fjalët Allahut, ajetet e Kur'anit, këto ju kanë zbritur sikur sot çush janë, kanë qenë edhe në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe nuk ka ndryshim. Kur çdo që munohet me bon ndryshime s'ka me mujt. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka bon mrekullin veti. Fëmija 6-7 vjeqar, 5 vjeqar, mu qut dikush, tu lexu Kur'an, edhe me qitë një poezia, të veç që thot nalo. Fëmija, 5-6 Pse se mrekulli është Kur'ani, mujize është Kur'ani. Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtet ne kemi zbritur Kur'anin dhikrin, një prej emrave të Kur'anit është dhikr, thot dhe ne gjithsesi jemi ruajtës të tij. Po ashtu thot, nëse pretendimi atyre që thonë se ai Kur'ani është pjesë e mushafit Fatimës, është trillim dhe shpifje. Kush e beson diçka të tillë, nuk dyshohet në kufrin e tij. Kush e thon këto? Shiat mushafi Fatimës që thënë. Mushafi kryesor është e Fatimi, hala s'ka zbrit ajo. Çmendori. Allah azza wa jall pelika miletin duke mos u kon kret Kur'ani komplet pelika mushaf të Fatimës. Kjo është kufër, kjo është dalje mbi fesë. Pastaj thot Kur'ani fisik, siç e dini, e zbriti Allah subhanahu wa taala zemrën e Muhamedit alayhis salatu wassalam në gjuhën e postër arabe. Në gjuhën e postër arabe ka zbrit Kur'anin nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam. Forma të ndryshme. Ka pas raste si zile I ka ardhur Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ka pas raste kur ju shpall Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam në deve I hypur, gati sa nuk cofte devja. Çaq do të thonë ngarkesë e madhe kishte, apo? Dhe ishte me një gjuhë të pastër arabe para 15 shekujve. Vllazni, çdo sa vjet apo çdo sa dekada është ndryshuar gjuha shqipe me gramatikë. Ndërsa sot mësohet gjuha arabe dhe shembujt e gramatikës arabe jipen prej Kur'anit I cili ka zbrit para 15 shekujve. Që I bie që kjo gjuhë para 15 shekujve që ka qenë Kur'an është e njëjta dhe sot. Allahu akbar. Me në librin e Sabi Frashrit ka disa fjalë që s'pi kupton. Shqip e vjetër shumë. Edhe kur
Po, është standardizu. Shiko para kur? Para 100 vjetë, Allah. Para 100 vjetë. Para 1500 vjetë është Kurani, qaj Kur'an dhe nuk ka ndryshu dhe sot, kushdo që e mëson gjuhën arabe, shembuj nga gramatika e gjuhës arabe, mirën ajetet kuranore. Dhe shiko që mrekullia është të Kurani. Pastaj thot Allah i lartësuar e ka garantuar, që shtam ajetin kuranor që e cituam, Kur'anin edhe Sunetin. Jo veç Kur'anin, edhe Sunetin e ka garantu. Nga shtrembrimet. Qënë Allah Azza wa Jall çdo 100 vjet mujaddidun, rigjallërues, ringjallës të fesë, që çfarë bëjnë këta njerëz? E ripërtrin ato çka e korrigjojnë, e pastrojnë ato çka u futur në fe prej bidateve edhe prej gjërave të devijuara. Ka grupe të ndryshme, sekte të ndryshme, mundohen me fut në fe, Allah e çon një dietar çdo 100 vjet ka një e çon. Mujaddid, çdo 100 vjet. Edhe thot që kjo bidat, që kjo sunet, kjo kufër, kjo është shirk, kjo është tauhid. E mësoni militin. Një prej mujaddidve Allah na ka nderu në këtë shekull ka qenë kush? Sheikh Albani rahimahullahu taala, ka thënë ulemaja. Besojmë se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk besojmë se është e krijuar. Në kuptimin real dhe në kuptimin në kuptimin metaforik, metafor. Dhe ai ka filluar, nga ai ka filluar dhe tek ai do të rikthehet, ndërsa Mu'tazilit pretendojnë se Kurani nuk ka filluar nga Allah. Allah i zbriti Kur'anin të dërguarit sa si shpallë dhe besimtarët e kanë besuar këtë me një besim të vërtet, dhe thotë unë jam i bindur se Kurani është vërtet fjalë Allah subhanahu wa taala dhe nuk është i krijuar si fjalë njerëzve. Kurani nuk është krijesë. Nuk është krijesë. Biça, apo? Biça. Krijesë, e thënë qenje, e thënë bosnjakisht. Domethënë nuk është krijesë. Po është fjala e Allahut që ka folë Allahu azza wa jall. Çush tek na nuk e dim. Bukur. Çka ka problem me thon krijesë? A ka ne problem me thon krijesë? Ka kriju Allahu, s'po them na është Allah ja. Po them që e ka kriju Allahu. A ka rrezik me thonë e ka kriju Allahu? A ka s'ka, çfarë po thon? Që të një gotuj? Që pasë. Pse ka rrezik Ibrahim? Fal. Pse nuk është fjallë, pse nuk është krijes. është një mesele tjetër, tash ju kallëzaj. Që tash. Nëse thoni krijes, krijesa më përsus se cila është? Njeriu, Ademi alayhis salam. A është krijesa më përsus se njeriu? Krijes njeriu, krijes Kur'ani. Cila më përsus është njeriu? Atëherë logjika e njeriu duhet pyetet para Kur'anit. Domethënë duhet llogaritet para Kur'anit. A pe kupton? Rrezikun. Çto rreziku i madh? Sepse krijes bani çakor. Çfarë zmanda? Çfarë zmanda krijes? Është kurrë krijes. Këti ka kriju Allahu azza wa jall, edhe Kur'anin e ka kriju. Çako? Ka se shejtani mos i në fund dal thot ka dole. Logjika duhet më dhon përparësi para Kur'anit. Çka thot mendja jote? Na e komentojmë Kur'anin mbas kokës tonë demek. Se Kur'ani është krijes, unë jam krijes, unë jam më i përsusur, që unë kam logjik, sa ne hulumtaj ku e di unë shkruajm. O sa mund më kono kjo, në kono Allah me kriju një Allah tjetër. Tjetër meselë është ajo. Ajo nuk ka se krijues është, ai nuk krijon. Atëra është krijes. Krijuesi absolut. Bukur tjetër. Kur'ani madhërisëm është fjala e Allahut, si shprehet ashtu edhe kuptimet. E nuk thuhet vetëm shprehje jo kuptime, siç mendojnë Mu'tazilit. Se i kanë mungu cilësitë Allahut më të nxilit. E as vetëm kuptime pa shprehje, siç mendojnë kulabiet e humbur dhe kushdo që i ndjek ata në kotësi. Kurani shpjegohet me shka? Me Kur'an. Dhe me sunet, pastaj me fjalët e sahabeve, pastaj me etherët e selefëve, dhe tabinët dhe atyre që erdhën pas tyre, pastaj me gjuhën arabe. Domethënë Kurani komentohet me Kur'an. Një fjalë e Allahut e komenton fjalën tjetër të Allahut. Pastaj fjala e Allahut komentohet me sunet. Suneti kush e ka komentuar? Pejgamberi alayhis salam. Sahabët pastaj e kanë komentuar Kur'anin sepse kanë qenë prezent gjatë zbritjes Kur'anit. E kanë ditë se çka ka vepruar Muhamedi alayhis salam me çata jetë kuranor dhe e kanë komentuar sahabët.
Kanë qenë njerëz që e kanë pa shpalljen. E kanë pyet Resulin a.s. Për atë arsye ata njerëz janë që Allah subhanahu wa taala i ka lavdëruar në Kur'an. Pastaj thot në Kur'an ka ajete ku muslimani nuk mund t'i kuptoj veç se nëse e njeh sunnetin. Nuk mundesh me kuptu pas sunnet. A përdeni rastin e Adi ibn Hatim radiallahu anhu. Hani dhe pini deri sa të qartësohet peri i bardh për peri të zi. Peni, ip, peni. Konopac, a i thënë konopac. Në 3 gjuj, thashe. Ti pëthu, sahabiu se ka thonë kështu. Po ti e ki mësu për pejgamberit a.s. ata. Hani dhe pini deri sa ta shikni, qartësohet, peri i bardh për peri të zi. Sahabiu e ka marrë një pej, e ka shti një stëk, edhe e ka nis me flajt. Mas një orë e qu, tash nese, mas një orë. O qu gjatë natës, pe këshyr, i bardhis po bëhën të zi. Këshyr mas një orë, pra gjusë orë, këshyr apet, s'ka s'po bëhë, denë sabah, s'ka ndryshim. Qohët më në gjesë të pejgamberi sasam, të dja Rasul Allah, qau e punë shtu. Thët une e bona perin, Allah po thët penin. Qa me bo? Po thët nuk është ajo. Thët peri bardh është agimi. Peni zi është erzira, nata. Kush e ka komentu? Ka komentu Muhamedi dhe sasam hadithi. Ti a mundesh me komentu me gjuhë? S'mësh. Sa do mu kon gjuhtari mati, sa do mu kon njëri madhi ditur, nëse nuk ke pas koment prej Resulit a.s. ti s'ki me ditë me komentu ata. Andaj neve, në vitet, komentimi me hadith pejgamberit s.a.s. Shpjegimi këtij ajeti ka ardhur. Thot, për shembull, Allah azza wa jall thot, ata që bëjnë vepra të mira, thot, do të kenë shpërblim të mirë, madje edhe më tepër. Hajde. Qa mi thonë të? Edhe njerë, ata që bëjnë vepra të mira, kanë shpërblim të mirë. Madje edhe më tepër se që ky shpërblim. Qa mi thonë? Ku bedim na? Mos ta kishtë tregu Muhamedi a.s. Thot, shpjegimi këtij ajeti ka ardhur në hadithin autentik tek Muslimi. Thot, ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblim të mirë xhennetin. Shpërblimi i mirë na jetë është xhenneti. Madje edhe më tepër është për qëllim shikimi i Allahut. A dishte bashkë me mu? Apo sahabit a kishin ditë? Pa komentin e Resulit a.s. Ku e dinte? Nëse ti sot thu, unë jam Kur'ani, unë e pasaj Kur'anin, sunetin se pasaj, ti qët ajet, që ishki me e komentu? Nëse thu, do të shpërblim me të mira, dhe më thonë, do të ketë shpërblim të mirë, është xhenneti ku e more? Hadithin. Po ti përdu hadithin mësë më pasu. E edhe më tepër, shikimin Allahut, ku pe din ti këta? E ke lexuar hadith. Pastaj, lejohet betimi me Kur'an, sepse lejohet betimi në cilësitë e Allahut të lartësuar. Nuk është për qëllim kur thua betojmë Kur'an në kopertinat e Kur'anit, në çdo që janë të krijuar. Po në fjalët e Allahut është për qëllim. Betimi në fjalët e Allahut lejohet, nuk ka ndalesë. Nuk lejohet puthja e mushafit. Madhrimi i fjalëve të Allahut bëhet me pasimin e tij dhe jo me puthjen e fletëve dhe zbukurimin e faqeve të tij të Kur'anit. Që është bon zbukurimet e tepërta. Me puth s'lejohet. E ki po të shemash dhe ja bëjnë shtë. Më thonë nuk lejohet. Nuk lejohet. Tu dasht me dhonë një shembull që e dim në shumë Kur'anin, edhe puthin. Po jo, vllazni. Pasimi i Kur'anit është. Kjo dashuria ndaj Kur'anit është pasim. Çfarë thot Allah dhe pejgamberi i tij. Pastaj thot, Ungjilli që ju ka zbrit Isaut a.s., Teurati që ju ka zbrit Musait a.s., Zeburi që ju ka zbrit Davudit a.s., që ju zbritën Musait, Isaut, Davudit, janë fjalë të Allahut subhanahu wa taala si kur Kur'ani, ndërsa ajo që është shtrembruar sot nuk është. Sot e ki Biblën e shtrembruar. Sot është futur faktorin njëri.
dhe Injilet, domethënë ato në Bibël, 4 versione që janë aty kanë kundërshtim njëra me tjetrën. Fjalët e Allahut nuk kanë kundërshtim njëra me tjetrën. Allah i lartësuar ja zbriti Kur'anin Muhammedit a.s. duke bërë mbizotrues dhe të gjithë libra dhe legjislacionet e mëparshme. Momentin kur vllazni, momentin kur ka zbrit Kur'ani, dispozita tjera, libra tjera mo bin poshtë. Nuk kret, nuk lejohet me gjyku, me Injil, me Teurat, me Zebur, përderisa Kur'ani është prezent dhe ky Kur'an është për të gjithë miletin, për të gjithë miletet, për krejt dynjon. Një Allah është, një fe është. Që shumë fe? Një fe vërtet janë dhe këto të tjerat janë të ashtu quajtur fe apo fe të njerëzve që i kanë shpik. Më thonë që i kanë shpik njerëzit. Gjitha fe tjera janë të shpikura nga koka e njeriut. Pastaj e kemi të adhurohet vetëm Allah dhe të largohemi nga idhujt. Thot Sheh Albani rahimahullahu taala, sinqeriteti është kusht në të gjitha adhurimet në mënyrë që ato të jenë të pranuara tek Allahu i lartësuar. Nëse vllai e bën një vepër sipas sunetit të pejgamberit alayhi salam, mirë po s'ki sinqeritet në Allahun azza wa jall, atë pranuat tek Allahu? Jo. Sepse ti po e bën me të pa dikush tjetër. Ti po e bën për me të dhënë lek dikush tjetër, para me të dhënë dikush tjetër. Ti po e bën për dynjë. S'po e bën që me kënaq Allahu subhanahu wa taala. Nëse e bën një vepër për me kënaq Allahu subhanahu wa taala, tek Allahu atëra është i pranuar kjo vepër, është e pranuar kjo vepër. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin lahu ad-din. Dhe nuk jemi urdhruar përveç se të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me një sinqeritet të plot, me ihlas të plot. Kur të adhuron Allahun subhanahu wa taala, me adhuru ka'annaka tara, sikur që pa e sheh atë. Edhe pse ti nuk e sheh, po ai ty të sheh. Mirë, po çasi lloj ibadeti me bote që sikur jetoj po Allahun subhanahu wa taala, ku thosh Allahu akbar, tamam je drejtuar në drejtim kiblës dhe fokusoj kokën tënde, atë mendjen tënde që jetoj po Allahun azza wa jall. Që kjo është namazi sinqert me letë Allah subhanahu wa taala. Detyrë për secilin musliman është që të adhurojë Allahun e lartë madhëruar me dije dobishme dhe vepra të mira. Çfarë po thot dije, po thot dobishme, pastaj po të vepra. Allah subhanahu wa taala a e dini vllazni që ka fillu ajetin mas pari me dijen fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se s'ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut subhanahu wa taala. S'ka të adhuruar me të drejtë. Nuk është kuptimi s'ka zot tjetër. Zot është Rabb. La Rabbe illa Allah. Kur thua la ilaha, ilaha është i adhuruar. S'ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut subhanahu wa taala. Dhe çfarë? Pastaj po thot illa Allah. Fa'lam, dije po thot. Mastaj po thot la ilaha illa Allah. Që i bie veprat e tua ti duhet mi bo sipas diturisë, jo veç sipas kokës tënde. Duhet me marr dituri, me e kuptu. Nëse Sheh Albani me një kaset thot gjendja musliman dhe thot është sot sikur thot një musliman del para një kafirit me shpat del. Edhe thot pranoj islamin. Tashni ka për islam kë, muslimani. Edhe s'di çish mi thot pranoj islamin jap myta. Që s'lejohet kjo, po themi sikur musliman disa ahiri zaman që s'din, s'kan dituri, edhe thënë pranoj islamin. Ai pitutës të kafirit thot po pe pranoj islamin, ç'a me bo? Vallahi të s'di ç'a me bo. S'di. As s'di me thot thuj shahadetin thoje. I thot baba ki shahadetin, po shka o shahadetin, thot s'di vallahi. Vallahi keni po në për videot në Turqi, kur thot manaja, kuptimi i fjalës la ilaha illallah, nuk e din. Nuk e din.
nuk e din shtyllat e Islamit. Kjo është gjendja muslimanëve. Ku po don ti me ndryshu? Ku po don ti me ndryshu gjendja muslimanëve? Kur ai po pedon fen, po sot u e dit fen. Handaj duhet me studien, edhe çto derset janë sebeb që mu studia. Mas pari unë me hek gjahlin prej vetës teme, pastaj ju me hek, pastaj ju me çu tek shtëpiat e juaja dhe mu përhap kështu dini Allah subhanahu wa taala. Ndoshta të gjithë ju ose shumë nga ju e dini se dia dobishme është ajo që përfitohet nga çka? Nga Kur'ani, libri i Allah dhe suneti i pejgamberit alayhis salam, e pastaj ajo që na ka ardhur nga të parët tanë të mirë, mostra shembulli është, ata janë ata, sepse ata janë njerëz ku ai që qëndron me ta nuk pikëllohet kurr. Pastaj thot Islami u ngrit mbi dy baza të mëdha, që të mos adhurojmë dikë tjetër pos Allah dhe të adhurojmë atë sipas asaj që ka caktuar. Kush shkel njërin prej tyre, ai ka shkelur edhe tjetrën dhe nuk i ka adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjëja parë me të cilën profeti e filloi thirrjen për tek Allahu, çka ishte? Wajtanibu an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ta adhuroni Allahun dhe t'i largoni taghutit. T'i largoni çfarë? Adhurimeve tjera pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë që adhurohet pos Allahut subhanahu wa ta'ala është taghut. Me adhuru Allahun dhe me ju largu djajve, me ju largu dikë tjetër që adhurohet përpos Allahut azza dhe taguti është i gjerë, përfshin shumë gjëra. Pastaj thot, madje kjo ka qenë thirrja davetit gjithë profetëve mbi sipërfaqen e tokës. Dietarët musliman janë dakordsuar gjithë se kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah nuk është i barabartë, nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Gabim është me thonë. I shihni në për libra. La ilaha illa Allah, thënë s'ka zot tjetër përveç Allahut. Jo, gabim është. Kjo është gabim? Kjo është gabim? La rabbe illa Allah i bjerë atëre. La ilaha illa Allah, la s'ka. Nuk ka. Illa Allah, nuk ka të adhuruar me të drejt, pos Allahut e zot. Illa Allah. La ilaha illa Allah. Thënë nuk ka të adhuruar me të drejt për pos Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nga sa ajo do të thotë nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut subhanahu wa taala. Kjo fjalë bukur, la ilaha illa Allah, që është çelësi i xhennetit, siç ka në disa ethere dhe me të cilën muslimani shpëton, siç ka ardhur në hadithe të shumta autentike, sahiha, nga profeti ka bashkuar dy lloje të tauhidit, tauhidin rububie, dhe më thonë nuk ka krijues tjetër përveç Allahut dhe nuk ka zot tjetër të barabartë me Allahun, dhe tauhidin uluhie, i cili njihet ndryshe si tauhidi i adhurimit, mu adhuru vetëm Allahu azza wa jall. Tauhid rububie ka të bëjë me Allahun azza wa jall, që është çfarë? Që është krijues, që është zotrues, që jep shi, që jep jetë, që jep vdekje, gjitha këto gjëra janë kompetencën e Allahut. Kjo është rububie, që është krijues. Ndërsa uluhie ka të bëjë mes robit edhe Allahut, që kjo vertikalizëm që është, që ti mos me fut ato brenda këtij adhurimi mes te dhe Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thotë është detyrë për ne që të qëndrojmë te tekstet fetare në veçantë të adhurimet, nga se kjo rahaton shpirtin dhe qetëson zemrën. Thotë nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha transmetohet se pejgamberi sa ka thënë: "O njerëz, merrni nga veprat aq sa keni mundësi ti kryeni." Merrni veprat, bëni veprat aq sa keni mundësi mi kry. Thotë vërtet Allah nuk lodhet derisa ju të lodheni. Fal ka 2-3 orë namaz çdo nat, një 3-4 ditë mas ne e lën një vjet s'falësh. Jo, fali 2 rekate, shkurt, po në vazhdimsi fali. Mundesh mi kry 2, bëni pastaj 4. Apo gradualisht, sepse një herë shumë, pastaj krejt me lën nuk bën. Nuk bën. Dhe thotë çfarë? Sepse derisa ju të lodheni veprat me të dashura tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht, edhe nëse janë të pakët. Edhe nëse çdo ditë jep ka 10 cent sadaka, është më i mirë ky se sa një herë i dhe 500 euro dhe mos japi shkur. Sadaka e rrjedhshme. Sadaka e rrjedhshme është ajo personi ku të vdes. Çështja
Nuk ka të bëjë me shtimin e adhurimeve, por që adhurimi të jetë sipas sunetit dhe larg nga bidati. Për këtë Ibn Mesudi ka thënë, të qenet mesatar në adhurim është më mirë se sa përpjekja zelli në bidat. Nga se shumica e njerëzve sot nuk e adhurojnë Allahun me pasimin e pejgamberit alayhis salam, por e adhurojnë Allahun sipas tekave të tyre. Dhe në takimin e radhës me tauhidin dhe shirkun, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya